Bajrami në Kalan e Ulqinit gjithmonë ka qenë një ndjenjë e veçantë. Në mëngjesin e kësaj feste, ku burrat kthehen nga falja e namazit në shtëpi, i presin llokumat e ngrohta. Një traditë e bukur që është ruajtur ndër breza, ruhet edhe sot. Sot rikujtojmë pikërisht këtë recetë për festën e Fitër Bajramit. Unë shpresoj dhe uroj që kjo festë të ju kenë gjetur të gjithëve në familje shëndosh dhe me zemra plot. Ne do të vijojmë tashmë që të shohim edhe përgatitjen e këtyre llokumave që këtë recetë e vazhdojmë ende nga gjyshet dhe nënat tona që na kanë lanë si se janë bërë më përpara. Ne do të shohim se çfarë dhe si do na i përgatis zonja Amira Bushati këto llokume për këtë mëngjes të Fitër Bajramit. Mirëmëngjesi dhe urime edhe një herë të gëzuar festën e Fitër Bajramit. Mirëmëngjesin, faleminderit. Gëzuar edhe juve. Faleminderit. Faleminderit edhe njëherë që pranuat dhe na hapët dyert që në këtë ditë feste të Fitër Bajramit të jemi këtu së bashku me juve dhe të na tregoni edhe njëherë recetën e llokumeve të Bajramit. Na tregoni ju fillimisht si e mbani mend si keni filluar si nuse e re kur keni ardhur, nga kush i keni mësuar këto recetën e llokumeve? Unë si nuse re kam marrë to kala para 41 vjet ka martes. Unë fillim si ardhën e kam nana dhe baba ardhën e kam prej rrethit Tivarit, për atë unë s'kam ditë as shqipe me fol, as kam ditë as adetet e Ulqinit. Kur kam marrë to kanak Ismail Bushatit, ma ka prit Hankja. Hankja isha jama kryesore si më ka mësu adetet, e më ka mësu receptat, bashkë me te jam mësu shumë gjana. Si kam, edhe sa të la, i kam ata receptat të Hankos. Edhe ta llokumat i Bajramit, parat llokumat si i kam ba, më ka mësu Hankja, receptin i Hankos, edhe njashtu kam vazhdu gjithmonë. Tu duken interesante, diçka interesante kjo për juve, sepse na treguat që edhe traditat e Ulqinit nuk i keni pasur shumë të njohura, por sa shpejt jeni adaptuar? Pa jam adaptu shpejt, se kam pas qef. Kam pas qef se gjithmonë ka pëlqy adetet e Ulqinit. Se atje të Tivarit nuk kanë dhe një adet, nuk kanë dhe një ashtë të përnduse treja, janë fare thjeshta. To janë da gjana si shumë kam pëlqy, edhe i kam marrë me qef, i kam su. Ne sot, edhe si që paralajmëruam, do të përgatisim llokumet. Do të fillojmë me procedurën se si të shohim se si bëhen ata? Pa llokuma bahen thjesht, dikush i ban nërsh i banjë. Unë i baj shto mill, mësnej pëksa tamël shkri me germ, vo, kryp, sheqer, edhe pëksa vaj. E dzaj... Le të shohim tani procesin se si... E dzaj kështo... Ti përgatisim këto llokume për këtë festë Fitër Bajramit. Shto bëhet brumi, edhe brumi duhet me lejnë 2-3 sahat për me arë, e mësë ne bahen copat vogla. Ju me siguri jeni zgjuar herët dhe keni zanë brumin? Për Bajram as këna fjet atë natën i Bajramit, s'kam fjet kur s'kam fjet, se kam pas qef me pas tana përgatitun tana cakun pakun si fohet, me prit burat kur vijnë prej namazit, me faljet namazit, me prit gati me llokuma me tanë gjana që duhet për mëngjes, e mas në edhe mësina tjera, e njështo, se kena pas gjithmonë punë balë. Po. Tani, si vijon kjo procedurë? Ndajmë në kulaqët e vogël dhe i hallojmë. I bam shto me mill. Topa. Si mendoni, ka qenë me vështirë në kohët me përpara kur keni qenë ju nusa, apo e kanë më të lehtë tash nuset e reja? Ja, tek e kanë ma letë, tesh i shkallaj mu martu. Pse thoni kështu? Se ti shkallaj mu martu, pa ma pak kërkojnë prej nuseve, ata adetet, ata traditat. Pa në vend nuk ka ma të mena.
Se vetëm ai temena mu e ka knaq me fan, se unë s'kam dit me fol shqip, ata shpis edhe s'kam pas qef edhe me fol serbokrate, tanë mu këthuj puna meje, edhe unë e kam pas një gja temena, tanë që ishtë dash me fan me goj, unë e kam fan me dorë, unë e kam ba me dorë. Edhe temena kam ba gati 2 vjetë. Se derisa s'kam pas qefe edhe me fol, derisa s'kam su përsa ma mirë. Din mos mu qesh me mu dhe me gabu dhe një fjallë, edhe kam ba temena me dorë. Aja ka qenë, ata tradita nuk ka ma, edhe ma shumë ma leti shpërnduse. Sa da, vetëm respekti duhet me qenë gjithmonë. Respekti për ata shpis, për vjehrin, për kunati, për kunata duhet me pas gjithmonë. Ate zban me dalë prej mode kur. E vërtet, shumë e vërtet. Tani jemi ende në procesin e përgaditjes së këtyre llokumeve, duke i bërë kuleç të vogël. Kuleç të vogël duhet me qenë. Pastaj do t'i hallojmë. Pa. Duhet me hallu aqë shumë me holl, aqë trash, është të nërmjet. Po. Sa duhet pasur kujdes ndoshta edhe kur vehen për të fërguar? Pa duhet me qenë vojt zetë. Vojt zetë edhe shumë vaj me pas, për mu fry ata ma mirë. Si ka qenë përpara, si e man mend Bajramin në Kala? Ka pasur më tepër mysafir, vizitor? Bajrami përpara ka qenë ma knjatësi. Me shpet kanë arë ma par kajshia. Kanë filluar që në mëngjes heret pas faljes së namazit? Kanë fillu mas namazit me shpejt. Varet, kur qenë kurban Bajrami, ajte ka qenë ma vonë kanë arë, derisa kanë prej kurban dhe derisa kanë venu. Për vitër Bajram kanë arë heret, ma heret. Kanë arë ma par kajshia, mas ne kanë arë dajat, babat e nuseve, mas ne dajat e argjat e tanë ka qenë knasi. Djemë t'i argjave, djemë t'i dajave, u mushtë shpia plet, se shpia jonë ka qenë, hankja ka pas 5 lazën dhe 5 motra, gjithmonë kena kalu mirë, me majtë men, unë ata ditë, si nuse, si kam kalu me ta, e u mushtë shpia me murat e me bushat e jam knaq. Me gjimë t'i burit jam knaq gjithmonë. Edhe lasat e kam knaqësi me shku edhe me në arë. Ka ndryshuar tani kjo gjë? Janë më tepër nuk vinë apo vinë? Po ma pak. Për gjithë vjetë ma pak. Pse më ndonë? Se tyjes vetë dajat, ata kanë dek disa, tezet janë më shua. Edhe një kështu në përgjithësi, ndoshta edhe më tepër, ndoshta janë larguar sa do pak dhe nuk është më si që ka qenë më përpara. Nuk ishte ai lezeti si përpara. Ma pak se ata ma të vjetur kanë dek, të trit prep kanë punti veta e kanë njështë ma pak shumë vintësh. Edhe kajshia dise si, edhe kajshia i s'lergu, e vetëm prep. Ata ma tafër të vinë. Përpara janë ato kohrat e arta. Po, nështë kohrat e arta, nështë ishte. Jemi ende në procesin e hollimit të llokumave. Duani që t'ju ndihmoj unë ta holloj një unë? Pas që dush? Hajse, ti përbahesh nusetesh, edhe pak. Edhe ne, kur ishim fëmijë, gjithmonë kemi pasur dëshirë që të hallojmë llokuma dhe i kemi ndihmuar nënën. Na kanë zgjuar herët dhe kemi holluar. Shumë bukur. Shumë bukur. Shumë mirë. Që, vazhdoni ju. Ne shikej me vu sa ma pak milë.
Po. Se ma pak mirë se mos digjet voji, bëhet voji zi me shpejt. Brumi duket shumë i mirë? Brumi, pa. Zban me qenë as fort, as but shumë, me mujt me. Do të thotë përbërësit e llokumeve janë vot, milli, Vo, tamli, milli, tamli, unë i vejle pak sa kas, po, kos, që të bëhen ndoshta më të pa buta. pasa ma të buta, dhe germ, kryp sheqer, vaj, qaj. Edhe bëhet unë e dzaj me luk, derisa mundet me luk, mësë ne e vej pasa mil me dorë, derisa... Për sa minuta, për shembull, vjen brumi i llokumeve? Brumi vjen për një sahat. Një sahat Për vjen. një sahat. Për të gjithë ato që duan Pa, unë i kam këtë zanë recetë? tesh sat mas së fyrit. Po. Mas së fyrit, fëm se edhe mramje mi zanë rinë shumë germa e batë si fatë. Le të fillojmë me procesin e fërgimit atë. Vetëm i hell ka një kapak vaj cipri. Nuk do një dhe shumë për mu fërgu me me shumë në vaj. Ja, sa me fitu gjurën shtok, ja gjyre ish ma mirë. Po. Shë disa fryhen, disa... Cilat ëmbëlsira janë tradit për festën e Fitur Bajramit, njëra disa ndërto? Pa baklav nuk ka Bajram. Gjithmonë baklavën e kena pas vend parë. Mas në dhe një ëmbëlsin tjetër tortë ose ndryshme, si kam pas qef. Keni holluar gjithmonë baklavën? Baklavën kena hallu gjithmonë për para. Për para gjithmonë ka qenë, kur s'kena ble ata koregati, gjithmonë i kena hallu, pa. Është e vështirë të hollohet? Pa ja. Shto, nësej me vo bëhet brumi me ashto, bëhet vetëm dojtë pasa kohë ma tepër, edhe bëhet e mirë shumë. E të shbesa jam, jena moshuare, s'munën në ma, me koregati e banë. Po duken shumë të mira. Të mira janë. Do t'i pëlqejnë atyre djemve dhe burrave kur të vinë në shtëpi pas faljes së Bajramit. Pa i pëlqenë se... Ma me një ka një se mos në shtohet ato. I pëlqenë vojë me hellë pasat si fry. Po, sepse i ndihmon ndoshta edhe të fry. Mi fry. Llukumat u fërguan shumica, jemi drejt përfundimit të këtij procesi, por me çfarë shoqërohen këto më tepër? Pa llokuma me djath, llokuma me mjalt, ose dhe një reçel pekmes, varet si ka kush qef. Do të thotë më shumë shkojnë me to. Pa. Më tregoni ju si vajzë e re, në shtëpinë e babait tuaj, ne do të ndalemi edhe tek babai juaj i ndjerë, sepse ka qenë një hoç i njohur dhe shumë i mirë këtu për trevën e Ulqinit dhe shumë i njohur, por pas pak do të flasim edhe për atë temë. Por më tregoni ju si vajzë, si e mbani mend Bajramin në shtëpinë e babait tuaj? E maj men se gjithmonë për men kena qenë për shkolla, vetëm për Bajram gjithmonë i nem lellë shpi. Babën e kena një herë nati e kena për cjellë. Të tanë motra, e na qu me nanën bashkë, i kena për cjellë me falë për xhami, namazit. Mësë nej, derisa ka qenë baba të falë namazit, na kena pregadit. Shto, llokuma, kena pregadit taulinën, kena prit. Baba gjithmonë ka arë me lotë sy, se që ka qenë shumë i nishëm. Edhe mësë në ullëtan të ulinë bashkë, kena hangër. Ju kërkoj falje që ju jemi duke ju emocionuar në këtë ditë feste, por janë kujtime që janë të paharrueshme për juve. Për Bajram se gjithmonë baba ka qenë i pari.
to kala kur thinuse e kam prit parin ka ardhur për me na uru Bajramin. Aqa me bata njëna për atë rrugë, inshallah ishtë me nur xhenet. Shpresojmë që traditat të mos harrohen dhe kujtimi të mbetet gjithmonë i gjallë për ta. Në këtë ditë feste, patjetër ne do t'i kryejmë këto përgatitje të llokumave dhe do të ulemi pastaj për të folur pak a shumë mbi traditën e shtëpisë suaj atje si vajzë dhe për babain tuaj. Keni mësuar ndoshta edhe nga nëna që mbani mend dhe i përdorni ende sot ndonjë recete edhe për festa edhe për... Pa, edhe prej nanës i kam mësu dhe gjana, dhe mëlcina, si alarsa ti për dhe Sepse shumë herë thohet më shumë ndonjëherë mësohet nga vjehra se sa nga nëna. Unë ma shumë, unë do me fanë, unë pa famë, unë shumë 16 vjetë që kam shku prej shpije, në për shkolla, masë nej drejt prej shkolle jam martu, masë nej prej vjehrës se kam mësu tanë gjana. Shumë gjana kam prej vjehrës se alasat shumë heri përmenin kur e ham gjana si e ka bapë, si e ka pregadit. Aja. Edhe kam pas qef, gjithmonë kam shku masaj, se kam qenu se 15 ditë, shto, me 14 prill jam martu, kam qenu se 15 ditë kur kena qilë restoranit, kena hy bashkë me bjerën kuzhinë. E qysha ditë, unë e ma nuk hiqem për kuzhine. Ajo të ka ndihmuar ndoshta edhe mjaft për të mësuar edhe më tepër receta, sepse Pa, se kam qenë angazhuar non-stop kuzhinë, pra. Edhe aty e kena komuniku bashkë, edhe kam su shipen ma kalaj, tu komuniku me te për te. Mirë, ne llokumat i fërguam, kanë dalë shumë të mirë, dhe pastaj për ato që i kemi përgatitur, do t'ja shoqërojmë edhe me çfarë kanë dëshirë ato, siç na treguat me reçel, djath apo edhe xhem, diçka të tillë. Mjalt, si donjë. Ne do të dalim, tani do të ulemi atje dhe do të flasim për shumë gjëra tjera. Llokumat u përgatitën, recetën edhe njëherë e rikthyem për të gjithë ata që kanë dëshirë për brezin e ri dhe për të gjithë ata që janë duke na ndjekur. Kjo recetë është e njëjta ashtu siç i kanë bërë nënat dhe gjyshet tona. Ne jemi përsëri qëndrojmë këtu në Kalan e Ulqinit me zonjën Amira Bushati, ku do të flasim për pak a shumë për historinë dhe vajzërinë e saj, se si ajo ka qenë, ajo ka pasur edhe një baba, një hoç të njohur këtu në qytetin e Ulqinit, ai ka qenë Molla Brehimi. Ne do të flasim se si ato e kanë festuar festën e madhe të Fitër Bajramit në shtëpinë e tyre. Amira, faleminderit edhe një herë që jeni duke qëndruar me neve dhe që na hapët dyert e konakut tuaj sot në këtë festë të Fitër Bajramit dhe ju lumshin duart për këto llokuma të mira, kështu që na i keni përgatitur. Faleminderit të juve si na keni ardhur këtë festën e Bajramit, e me gëzime, inshallah edhe shumë tjera me zemër të mirë. Faleminderit. E dim që ju, ashtu edhe si ju prezentova në hyrje të këtij emisioni, ju rrjedhnin nga një familje besimtare. Babai juaj ka qenë një hoç i njohur këtu në Ulqin, Molla Brehimi. E di që të gjithë e njohin dhe ai pas të ndjes. Do na flisni pak, i keni trashëguar ato traditat nga babai juaj dhe na tregoni si ishte një ditë e festës Fitër Bajramit në shtëpinë e një hoxhe të njohur këtu në Ulqin. Pas në ashtu si keni thënë, baba jem ka qenë 30 vjet gati kryimami Ulqinit. I Bashkësisë Islame të Ulqinit. Bashkësisë Islame të Ulqinit. Na si vajzat jena shumë krenare si kena pas babën
në ashtu si ka qenë. Ka qenë shumë besimtar, demokrat. S'ka qenë me famë dhe një gja si në ka ndaluar diçka në shkollat edhe me dalë, me shëtrite, me ashtu. Edhe shumë jenë krenare si ka qenë ashtu. Baba jonë shumë heret në ka ndru jetën, vetëm prep në ka lanë shumë gjana, si kujtohena shumë heret. Kujtimet e bukra. Pa, kujtimet e bukra. Si për Bajram, na kena qenë 4 motra, nana, jena qu heret për me përcjell babën për me falje namazit e Bajramit. E kena përcjell mësënej derisa ka arë baba prej xhamije, na kena pregadit shto lokuma, gjana, qa ish dash me hangër për mëngjes. E na ka arë mësënej me syt let, na ka puth tanve, na ka uru Bajramin, e gjithmonë na ka një dinar, na ka qitë prej vedit, me na shalnu për Bajram. E në shto mësënej e kena vazhdu, na ka narë misht, na ka narë kajshit. Mësënej gjaja parë, baba kur ka shku në për gjimti vetë. Po, ka filluar vizitën. Ka filluar vizitën në për gjimti vetë, edhe të në për uqin ku i ka miqte, ashtu. E në ashtu në ka kalu bukur gjithmonë, ke në kalu bukur për Bajram. Juve e keni vazhduar ndokush për juve traditën dhe besimin që ka pasur babai juaj, apo çfarë është ajo diçka që ju mbani mend dhe mbani gjithmonë me vete, një këshill apo një diçka që babai juaj ju ka dhënë dhe ju ka thënë? Pa, na s'kena pas vllazën, kena djalin i Axhës në Sarajev, si ka shkru teologji Sarajev, edhe ishtë si imam, si hoqë. Ai është duke ecur në hapat e babait tuaj. Tesh edhe djali motrës, si jetë në Paris, ka shku suad Medin për fakultet gjuhën arabishte, mu bas si teolog. Tesh me siguri, do të thotë tradita nuk po lehet anash. Një gjë e bukur kjo, po me tregoni cila është diçka që një këshill që e mbani gjithmonë me vete të babait tuaj, sepse ka qenë një njeri i ditur, një njeri i lexuar, një njeri shembull për Pa, ai na ka fan, gjithmonë na ka fan mi majt, na si varzat kena kry me i tepin, na ka fsu me mu fal, na ka me ninu Ramazanin e me tanë të gjana, vetëm kus na ka ba me zorë. Kur ka fan, unë e kam kryt temen, ju kam su, e të ju keni atë për me vazhdu, për mu falë, për mu ba besimtare, për mu. Mos me fan gjakuj, gja keqe, fjallin e keqe, me respektu në moqme, me respektu agan e hankon, atë ka pas gjithmonë. Gjithmonë para fjallë me respektu vjehrit, me respektu gjemë të burit, gjithkuj fjallin i mirë, me një mu, ku mune me një mu pukaras, mbi të gjitha është respekti për të moshuarin dhe për atë ka pas gjithmonë ma vend parë. Në këtë ditë të bukur të festës së Fitër Bajramit, ne ju falenderojmë që hapët dyert e konakut tuaj këtu në Kala. Ne kemi një pamje mbreslënse mbrapa nesh dhe faleminderit edhe njëherë që për zgjodhët të na risillni edhe njëherë recetën e llokumeve që kanë bërë nënat, gjyshet tona dhe në atë kohë më ndryshe ka qenë dhe faleminderit edhe njëherë dhe shpresojmë dhe urojmë edhe njëherë festën e Fitër Bajramit. Faleminderit Suzona, edhe juve urej festën e Bajramit, inshallah shumë tjera me zemër të mirë, edhe ti inshallah shken kanak të ri, bash nuse mirë. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të radio televizionit të UTA, shpresoj që jeni duke u kënaqur me programin ton që kemi bërë dhe ja kemi kushtuar kësaj feste të Fitër Bajramit. Ju faleminderit që jeni duke qëndruar me neve dhe këto që bëme ne ishte një recet që rikujtuam edhe njëherë se si e ka Ulqini tradit përgatitjen e llokumave për t'i pritur të gjitha ato burra dhe djem kur vinë pas faljes namazit të Fitër Bajramit. Faleminderit edhe njëherë që jeni me neve dhe qëndroni përsëri sepse kemi përgatitur edhe shumë materiale kushtuar kësaj feste, gëzuar edhe njëherë festën e Fitër Bajramit.